Karrigën e bën gati qysh në fillim, por cila do t'ulej në të nuk dihej. Feride Rushiti e Hatixhe Hoxha u bën kandidatet pasuese të lëvizjes vetëvendosje për pozitën e presidentit pas tërheqjes së Glauk Konjufcës e Fatmire Mulhaxha Kolçakut. As e para e as e dyta nuk u pan në kuvend gjatë kohës sa emrat e tyre u thirrën në seancë mbrëmjen e së hënës. Për këtë përgjigje nuk pati as ajo që vet e prezantoi njërën. Proces. Faleminderit. Nuk e dija ka qenë prezente. Për hapin që vendosi ta marrë, Rushiti duket se mbajti sekret edhe nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Televizioni ka provuar tash disa herë që të bie në kontakt me Feride Rushitin, por e njëjta ka qenë e paqashme. Bile Rushiti nuk u has as në organizatën në të cilën e drejton, madje stafi këtu theksuan se as vet s'kan arritur që deri në këto çaste të flasin me të, e madje disa nga ta as nuk e kanë ditur se emri i saj do të thirret si kandidate për presidente. As kundër kandidatja e saj, të martën nuk pranoi të jap asnjë informat. Kur mundem me ju telefonu? As kjo nuk ishte e pranishme në shoqatën e autizmit, që e drejton kur klani e vizitoi. Opozita po kërkon që kandidatja Rushiti të tërhiqet nga kjo, siç e quajtën lojë politike. Nga zemra i bëj thirrje zonjës së nderuar Feride Rushiti që të tërhiqet nga kjo lojë politike antikushtetuese e Albin Kurtit. Procesi për votimin e këtyre dyjave pa korom për kryetarin e AA-kës ishte i dëmshëm. Po suprimohet kushtetuta e Kosovës, të gjithë ata që bëhen pjesë e kësaj, përfshi edhe zonjat në fjalë kandidate për presidente, do t'i mbulojë turpi të rjetën. Nga protagonistja jo, por nga kryetarja e kuvendit këtyre ju erdhi një porosi. Të tërhiqen nga deklaratat që i bëjnë presion kandidateve që të tërhiqen nga gara. Pas ditën e së martës, Feride Rushiti është parë në oborrin e kuvendit, teksa fliste me deputet të partisë në pushtet.